Në Bruksel është hapur godina e misionit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri shqiptar Edi Rama ndau pamjet nga mbrëmja ceremoniale e hapjes së godinës, ku e pranishme ishte edhe komisionerja për zgjerim Marta Kos. Ajo vlerësoi përparimin e Shqipërisë, ndërsa theksoi se ndjen veten si një ambasadore të Shqipërisë në Bruksel, duke shtuar se detyra e saj është që ta bëjë vendin ton pjesë të shtëpisë së Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama vlerësoi nga ana tjetër mbështetjen e Bashkimit Evropian, teksa tha se dikur binte shi e bënte ftohtë jashtë, ndërsa tani është ndryshe. Kos vlerësoi se Shqipëria po jep rezultate. Arsyeja e dytë sipas saj është se Shqipëria nuk po flet vetëm, por po realizon. Nuk ju ashpre dot se sa e lumtur jam kur kam mundësi të shpjegoj me fakte që ju keni bërë një përparim vërtet gjigant, e është e gjitha fal punës suaj. Më pëlqen gjithnjë ta theksoj, nuk ka si proces antarësimi pa një udhëheqje të përkushtuar që nuk i kthehet së shkuarës duke kërkuar të gjej justifikime, sepse diçka është e pamundur, por ju keni një udhëheqje ose keni një udhëheqës i cili sheh nga e ardhmja që të shquaj apo të kërkoj arsyet e përgjigjet, sepse diçka është e mundur, u shpreh Kos. Ndërkohë Rama i emocionuar u shpreh se çfarë do të ketë jashtë brenda bën ngrohtë dhe është plot energji pozitive, fytyra pozitive dhe buzëqeshje të këndshme. Nuk jemi mësuar me këtë, Marta, ndaj është e jashtëzakonshme, më në fund ta përjetosh këtë gjë që është e vazhdueshme gjatë gjithë vitit, e po bëhet e përhershme, tha kryeministri shqiptar Edi Rama. Dua t'ju falenderoj të gjithëve, veçanërisht që jeni këtu, dhe të falenderoj sinqerisht e me gjithë zemër për punën e secilit prej jush.